Ngjirja e zërit dhe kollitja vazhdueshme mund të jenë shenja të laringitit kronik, një gjendje që shpesh neglizhohet por që kërkon vëmendje mjekësore. Mjekja otorinolaringologe Zana Uruçi na shpjegon se çfarë është laringiti kronik dhe shkaqet e tij. Laringitet kronike vijnë për rrjedhoj të inflamacioneve kronike. Influencë negative kanë shumë, ambientet të notuna, me pluna, se janë disa forma që është tematike gjanë, edhe janë shkaktar shumë elementet alergjik, sidomos sot. Problemet e disfonisë që jep laringiti kronik, vështirësitë e të ose zani marron në rastin konkret, janë lodhjet kordave vokale, të cilat shumë herë vijnë për rrjedhoj përdorimit të vazhdueshëm të kordave vokale. Kjo ka ndodhur në mësuesat, në artistat, në aktorët, dhe shumë herë ne ju kena dhënë pushim vokal, mos me përdor kordën vokale. Çfarë këshillohet kur kemi laringit kronik dhe si duhet të kujdesemi? Ftohjet, veshjet, ambientet, kondicionerat, kokën e lagun, mos veshje normale, mos qëndrimi në ambiente me duhan, mos qëndrimi në ambientet notuna, kafe, restorante, këtë më radhë. Edhe përdorimi sa më i pakt i të folunit. Kujdesi për zërin është po aq i rëndësishëm sa kujdesi për çdo pjesë tjetër të trupit. Laringiti kronik është një shqetësim që nuk duhet neglizhuar, i cili kërkon vëmendjen dhe trajtimin e duhur.